Tronditse u rrëzua duke bërë selfie në një majmali humbi jeton 18 vjeçari. Një adoleshent diq në një aksident të frikshëm ndërsa pozonte për një foto në një shpat mali. Finley Jones, 18 vjeç, ishte duke ecur me shokët e shkollës kur ata u ndalën për të bërë një selfie në majën e një mali. Ai ka humbur ekuilibrin dhe është rrëzuar teksa shokët e vet kanë qenë vetë dëshmitar të skenës tronditse. Mjekët luftuan për të shpëtuar adoleshentin, por ai vdiq nga plagët e mara. Një ekzaminim pas vdekjes së tij zbuloi se djali i cili pëlqente alpinizmin, surfin dhe skateboardin u zbulua se ai kishte marrë një dëmtim të rënd në kokë, çka ka shkaktuar vdekjen e menjëhershme të tij, shkruan BBC. Ndihmës mjekja ligjore kishte qenë së bashku me një grup shokës së shkollës duke bërë fotografi në majën e malit. Djali vendosi të pozonte për fotografin në një parvaz që ishte i pasigurt dhe fatkeqësisht atij i shkau këmba dhe u rrëzua. Rënja ishte një rënje konsiderueshme dhe ai pësoi rënje fatale për jetën e tij. Studenti i nivelit A nga Penn 3 do të fillonte studimet në inteligjencën artificiale dhe robotik në Universitetin Upper East State, por duket se fati parashikoi një fund tragjik për të.